Jemi rikthyer dhe tashmë e kam këtu në studio edhe hoxhën e nderuar Zekeria Bajrami, me të cilin do të flasim ashtu siç e lajmërova për Ramazanin. Do të flasim më saktë për thelbin e Ramazanit, a e kuptojmë me të vërtetë thelbin e Ramazanit dhe a është Ramazani një qetësi shpirtërore, a e shohim në fakt Ramazanin si qetësi shpirtërore apo vetëm si një obligim fetar? Të gjitha këto do t'i flasim me hoxhën, i cili në fakt do t'ju përgjigjet edhe pyetjeve më të shpeshta që bëhen për Ramazanin dhe për agjërimin. Hoxhë, faleminderit shumë që erdhët, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që ndatë kohë, sepse dim që është një periudhë e ngarkuar edhe për ju. Mirë që gjemë dhe faleminderit për ftesën, Allah e shpërblet. Kënaqësi edhe për mua. Dua ta fillojmë pak, sepse do të flasim për të gjitha nga pak pra për Ramazanin, tema kryesore do të jetë Ramazani dhe agjërimi, apo në fakt thelbi i Ramazanit për ta kuptuar më mirë, por gjithashtu edhe do të kemi edhe pyetjet më të shpeshta, më të zakonshme që bëhen për Ramazan dhe për agjërimin, po ta fillojmë me atë se cili është mesazhi kryesor në ditët e sotme i Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetje shumë me vend, Ramazani nuk është vetëm ndërprerje e ushqimit, hajës, pijes, po më shumë është ajo morale që njeriu e edukon, e përgatit që të jetë sa më i afërt me Zotin, po edhe me njerëzit, dhe thonë ndryshe, Ramazani është një përgatitje morale shpirtërore. Jo vetëm të mos hame dhe të pim, por i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë njeriu duhet të agjërojë në syni i tij të agjëron, që mos shef haram, veshi i tij mos ndëgjoj haram, gjuha e tij të mos flet haram, kështu që i gjithë trupi të jetë agjërueshëm, e sidomos shpirti dhe zemra e tij të agjëron nga veprat të cilat nuk i takojnë një besimtar. A mund ta shohim edhe Ramazanin sidomos në kohën që jetojmë ne, një kohë shumë e zhurmshme, një jetë shumë dinamike, a mund ta shohim këtë muaj që e presim, sigurisht të gjithë besimtarët musliman e presin këtë muaj, ta shohim si një qetësi shpirtërore, domethënë të jetë ajo paqja që ne e kemi kërkuar mbase të gjithë muajt të tjerë, edhe kur vin muaji i Ramazanit, ta shohim si një qetësi shpirtërore. Muaji i Ramazanit është ai i cili me të vërtetë qetëson shpirtin e besimtarit, por e bën që të jesë edhe qetësues edhe për të tjerët ai, jo vetëm vetë, po me veprat e tij, me cilësitë e tij, me sjelljet e tij, karakterin e tij, të jesë me të vërtetë të gjejë një lloj qetësie shpirtërore nga këto trauma, nga këto sfida që përjetojmë, domethënë agjërimi, vetë si agjërim, po edhe vetë muaji i agjërimit, muaji i Ramazanit është i bekuar, kur në këtë muaj ka zbritur Kurani dhe në Kurani ke të gjitha këto probleme të cilat i flasim ne, përgatitja shpirtërore, mirësia, urtësia, saqë e kanë pyet Aishën, radiallahu anha, e kanë pyet Aishën, bashortjen e pejgamberit, kanë thonë si ka qenë etika morali i pejgamberit, ka thonë ka qenë Kurani. Dhe më thonë, bazohet jeta e muslimanit edhe jashtë agjërimit, po sidomos në këtë muaj, që ky muaj quhet edhe muaj i Kuranit. Nga se në këtë muaj ka zbrit Kurani dhe në këtë muaj lexohet Kurani dhe në këtë muaj jetohet Kurani. E nëse jetojmë me Kuran, me porositë kuranore, me ato që e prezanton Kurani, si të jetë një agjërues, atëherë me të vërtetë është edhe qetësi shpirtërore. Sigurisht. Duke qenë se unë e shohim ndonjëherë edhe si një muaj reflektimi, pra të reflektojmë edhe për veprat tona. Dhe duhet atë reflektimin që e kemi, besoj që duhet edhe pas si ta mbarojmë muajin e Ramazanit, ta vazhdojmë me të njëjtën gjë, sepse shpesh ndodh që shohim njerëz që sigurisht agjërojnë dhe e jetojnë muajin e Ramazanit, por që mendojnë që vetëm në atë kohë duhet të jemi ato njerëzit, ato bamirësit, që kemi vetë kontroll, por që muajve të tjerë nuk duhet të jetë ashtu. Më thoni pak çfarë roli ka edhe vetë kontrolli gjatë këtij muaji, por edhe më pas? Pra tham, muaji i Ramazanit e kalit, e përgatit njeriu, e bën të gatshëm të mirë që të vazhdojë edhe 11 muaj tjerë me ato që është ushqej gjatë Ramazanit, me ato moral, me ato lexime, me ato adhurime, dhe të mbushet akumulatori shpirtëror dhe ai të vazhdoj edhe pas Ramazanit sikur është në Ramazan, se vetëm në Ramazan nuk mjafton. Ramazani është një muaj, 11 muaj tjerë, pra marrim atë begatin, bereqetin, kulturën, edukatën gjatë Ramazanit që edukohemi nëpërmes leximeve, nëpërmes ligjëratave, nëpërmes atij përjetimit shpirtëror gjatë iftarit, gjatë sifirit, gjatë takimeve tona. Kjo është një akumullim i shpirtit që
të mbaje edhe 11 muaj qerë, deri në Ramazanin tjetër, ndoshta në gjitha sferat nuk do të jetë si në Ramazan normal, ama në aspektin e moralit, sjelljes, njerëzisë, humanitetit, ato do të jetë i përgatitur gjatë Ramazanit edhe për muajt që vinë pas Ramazanit. Pra gjatë gjithë jetës të cilën e jeton normal, njeriu. Ramazan pas Ramazan për të rinjët edhe kështu. Po. Ju thatë që sigurisht është edhe një muaj i Kuranit, pra edhe kur lexohet Kurani, por a është edhe një muaj që e bën lidhjen më të fortë me Zotin, duke qenë se sigurisht ato kur lexohet edhe Kurani forcohet më tepër besoj edhe besimi, edhe është një muaj që zakonisht ndodh që njerëzve ju i lidh më shumë me Zotin njerëzit? Normal, pra tham gjatë leximit të Kuranit, gjatë faljes së namazeve, gjatë agjerimit gjithë ditën përgatitet shpirtërisht, pastaj ajo kënaqësia, ëmbëlsia e kohës së iftarit, që është shumë afër njeriu tek Zoti dhe prandaj edhe pranohen edhe lutjet para iftarit nuk refuzohen, që do të thotë njeriu është në një lidhje me Zotin e vet edhe e përjeton atë kënaqësinë që është në kontakt me Zotin. Njeriu është me Zotin është në kontakt gjithmonë, nuk do të thotë se largohet, por në Ramazan ajo është më të madhe pra kontakti me Krijuesin. Duke qenë se ju sigurisht jeni hoxhe, jeni imam edhe në një xhami, cila është gjëja që më shumë e përsërisni edhe gjatë këtij muaji, por edhe gjatë muajve të tjerë që njerëzit ta kenë në kokë, diçka që mbase edhe njerëzit disa herë ju pyesin për të njëjtën gjë dhe ju që e përsërisni diçka për të mësuar më tepër edhe për Ramazanin dhe për agjerimin. Normal, pyetje të ndryshme bëhen gjatë Ramazanit dhe ne të gjithë hoxhallarët nëpër xhamia ditët e para ja kushtojmë rregullave të Ramazanit. Edhe është bërë si zakon. Për shembull, ditën e parë flitet mbi vlerën e këtij muaji, ditën e dytë e tretën flitet mbi obligimin, kush e ka borx agjerimin, kush tolerohet mos agjeroj, kush tolerohet përkohësisht e kush përgjithmonë i ka ato rregullat. Edhe përgatisim për shembull xhamati i njeh në shumicë i njeh rregullat e agjerimit. Për shembull ata që ju lejohet të mos agjerojnë janë të sëmurët të përkohshëm, udhëtarët, femrat shtatzane, ato që janë me fëmijë që kanë nevojë për qumshtin, këto janë të përkohshëm, por ata që janë me diabet, ata që janë me smundje të përhershme, ato lejohen përgjithmonë. E këto rregulla, me këto rregulla i përgatisim xhamatin që sado kudo ti njohë këto, mirë po kur diçka nuk e njeh, ju drejtohet hoxhallarëve. Sigurisht dhe më vjen mirë që e përmendet edhe këtë pjesë për personat të cilët lejohen, pra janë të liruar le të themi nga agjerimi, megjithatë ka njerëz edhe pse janë të sëmurë, kanë atë dëshirën për të agjeruar, por sigurisht nuk duhet që ta vëndojnë shëndetin në të parin. Si mund të kompenzohet kjo pjesa? Shumë e lehtë është, në Islam ka një gjë shumë të mrekullueshme, shumë të mirë, se niyeti vlen shumë. Dhe ka njëri që është i sëmur, aq i vjen keq që don të agjeron, por nuk preferohet. Ne ju themi gjithmonë, të sëmur duhet pas parasysh shëndetin. Agjerimi nuk është për njerëzit e smund, nuk është për njerëzit e dobët. Agjerimi është për njerëzit që nuk ju pengon. Ata që e dojnë me të vërtet agjerimin, por nuk mund të agjerojnë, nuk duhet të mërziten, të bëhen merak se niyetin, dashurinë që e ka, Zoti ja shpërblen sikur ta kishte kryer. Dhe ato që janë të përkohshëm, të sëmund të përkohshëm, kur të shërohen e zëvendësojnë. Ato që janë të përhershëm sëmundje, nuk ka problem për agjerimin e tyre. Ka një lloj pagese për ata të cilët kanë, ata që gjithmonë nuk mund të agjerojnë, ato paguajnë për çdo ditë një fitër, që i them ne që japim një fitër, apo një ushqim të varfërve për çdo ditë për njerëzit që kanë. Ato që nuk kanë, as ajo nuk ju kërkohet. Pra agjerojnë ata që kanë mundësi shëndetësore, paguajnë atë fidjen ata të cilët kanë kanë mundësi financiare. Po nuk ka, Zoti nuk kërkon për njerëzit që diçka që nuk e ka, nuk e lip Zoti. Nuk është pra e detyrueshme dhe obligueshme në këtë. Sipas asaj që ju e shihni, edhe të flasim pak për të rinjt mbase, nuk e di se sa janë të drejtuar edhe nga besimi, edhe për sa i përket edhe gjatë muajit të Ramazanit. A i shohin si obligime, më shumë si obligime fetare, qoftë muajin e Ramazanit, qoftë shkuarjen për të falur xhuman, qoftë le të themi obligime tjera, i shohin më shumë si obligime fetare apo
e ndjejnë për ta bërë një gjë të tillë? Dhe si duhet të jetë në të vërtetë? Me shumicë, unë sa njoft rinin tonë, me shumicë janë ata të cilët jo vetëm si obligim, po e kanë si ushqim shpirtëror, e bën me kënaqësi. Ka një kategori, një lloj të tyre që e bën ato se e kanë borxh, duhet më shku më u falë se ma ka bë Zoti borxh, ma para thëshin nëse nuk e bën këtë Zoti do të djeg në xhenem. Jo, ato nuk janë ato me rëndësi. Me rëndësi është të kjesh kontakt me Zotin, të kontaktosh me Zotin, me dashuri ta bësh, me vullnet, ajo ka vlerë. Ajo që bëhet nga friga, nga diçka tjetër, borxhi lahet normal, por nuk është e njëjtë sikur ai që e bën me ndjenja, e bën me shpirt. Pra duhet të jetë ajo. Shumica e të rive tanë dhe të rejave, alhamdulillah, janë ata të cilët e bën këtë me vetdije, me kënaqësi të plotë. Dhe ashtu në fakt duhet të jetë, sepse duhet të ndihet edhe feja dhe Zotit dhe jo. Ajo duhet të jetë, po edhe ata që nuk e bëjnë në këtë mënyrë, inshallah duke shku, duke kontaktu me tjere, me ligjërata, me ato, edhe ato dhe të arrinë shkallën që adhurimi të bëhet për hir të Allahut me dashuri, jo me imponim ose nga friga. Ajo nuk ka vlerë. Duke qenë se përmendet te imponimin, është edhe një, le të themi, deri diku ka disa njerëz të cilët edhe Ramazanin e mbajnë vetëm për shkak të njerëzve. Shembull, e thonë që do mbaj Ramazan ose ndonjëherë ndodh, tash nuk dua që t'i nxjerrim keq njerëzit ose diçka, po ndodh që njerëzit thonë mbaj Ramazan edhe pse nuk mban vetëm për faktin se mund të gjykohet nga të tjerët pse nuk mbaj Ramazan. Dhe çfarë përgjigje le të themi duhet t'u japim njerëzve të cilët gjatë gjithë kohës pyesin pse mban Ramazan, pse nuk mban Ramazan, a është kjo diçka personale për njerëzit që çdo kush e vendos vetë për të mbajtur apo jo? Ajo pyetja pse nuk agjeron ose diçka mundet të jetë e lejuar që ta dinë se njeriu mund të jetë i somun, mund të ketë ndonjë problem, ose mund ta pyesë që mundet të edhe ti ndihmon diçka për shembull. Ajo pyetje është me vend. Mirë po, kur e din se njeriu nuk agjeron, nuk është mirë ti thotë në mënyrë kështu kritike pse nuk agjeron, nuk je musliman, por gjithmonë mi thon fjalë të mira. Si mjet nuk ka agjeru, vitin e ardhshëm inshallah. Dash se ke filloje kur të mundesh. Agjerimi është i dobishëm në ato dobi të thuja shëndetësore të panumërta, saqë njëri një mjek ka thonë, agjerimi është operim pa brisk. Por ne si muslimon nuk agjerojmë për ata. Qëllimi jo nuk është që të jemi shëndosh. Tash me të madhe mjekët në botë i mjekojnë pacientët e tyre, të sëmurët e tyre nëpërmes dietës. Edhe agjerimi është një dietë shumë e mrekullueshme. Edhe qarkullimi i gjakut, rrahje e zemrës, këto krejt, të gjitha këto janë. Këto letjen, mirë se vinë këta, ju thëmë një shtys më tepër. Por qëllimi i besimtarit gjatë para agjerimin nuk janë këto. As nuk është qëllimi që ti thojnë po agjeron filani, as nuk është qëllimi që të heke të killa, për shembull dietë, as nuk është qëllimi. Qëllimi është, Zoti në Kur'an thotë la'allakum tattaqun, që ju nëpërmes të agjerimit t'i afroni Zotit. Edhe të bëni të devotshëm. Me të vërtetë, agjerimi është rruga në për të cilën njëri kalon deri te devotshmëria. Devotshmëria do të thonë me Zotin i pajtuar dhe i kënaqur me obligimet që ja ka bërë Zoti. Pra ke dy lloj, një lloj janë për shkake të tjera, ata nuk them se nuk kanë agjerim, sidoqë që borxhin e ka lajtur. Mirë po, shpërblimi i agjerimit që thot Zoti me hadith kutsi, të gjitha veprat që bën njeriu i bën për vete, një vepër shpërblehet me 70, një me 700, një me 7000, shpërblehet, ama ka thonë përveç agjerimit. Nuk ka cek numër, ka thonë agjerimi është për mua dhe shpërblimi është prej mua. Dhe më thonë, kjo është shumë e madhe, agjerimi. Dhe namazin e bëjmë për Zotin. Mi po namazi duket. Edhe zeqatin e japim për Zotin, edhe haxhin. Janë punë të dukshme. Agjerimi është punë sekret. Mund njeriu mos agjerojë dhe dalet thotë, sot më pihet ujë, sot më se e kam bri iftarin, ai mund mos ketë agjeru. Prandaj ka vlerën aq të madhe agjerimi, pse është punë vetëm direkt në mes njeriu dhe Zotit. Jo për të tjerët, sigurisht. Jo për askën tjetër. Dhe është, le të themi, ai ushqimi i shpirtit. Mbase nuk kam ushqim gjithë ditën, po që ushqim shpirtin në shpirti më shumë ka nevojë për ushqim se trupi. Nëse i ushqim vetëm trupin, e lëm pas dore shpirtin, atëherë i kemi hindër hak shpirtit.
Shumë e vërtet. Cilat janë ndryshimet që një besimtar duhet të ndjej gjatë këtij muaji? E para duke filluar nga ajo që ndjen veten se është më afër Zotit, e ndjen veten se ka disa obligime ndaj të tjerëve, e ndjen veten se pak do ta frenoj edhe të folurit, pak do t'i frenoj të gjitha veprat, punët të cilat ne nuk them se jashtë Ramazanit lejohet të bëhen, por do punë këtu ke punë që bëhet gjatë muajit Ramazanit shpërblehet më tepër, dhe ke punë që bëhet gjatë Ramazanit ka dënim më shumë. Pra e mira shpërblehet, ndërsa e keqja urrehet gjatë Ramazanit, dhe prandaj njeriu kur të hyjë në muajin e Ramazanit, para Ramazanit duhet të përgatitet, duhet të pastrohet me pendim, me taube, me halallëk, me familje, kështu që kur të hyjë në muajin e Ramazanit, të jese i përgatitur, ajo që themi përgatitje shpirtërore. Ne njihemi si popull human, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, besoj që gjatë gjithë muajve, njihemi si popull që nuk e lëm tjetrin, le të themi, të mbes pa bukë, po dua ta theksojmë pak këtë pjesë, sa e rëndësishme është që të ndihmojmë ata të cilët kanë një gjendje më të rëndë ekonomike, le të themi, ata të cilët janë në nevojë gjatë muajit të Ramazanit, për të pasur edhe ata një iftar për ta shtruar. Sot ishte tema, gjumon ishte kjo temë, ndaj që duhet të kujdesemi për të tjerët, që t'jemi human, të mos kënaqemi vetëm me sofrën tonë, të bollshme me familjen tonë, për të kujtojmë edhe të tjerët që së paku jo vetëm gjatë Ramazanit ato duhet të ndihmohen, po së paku në Ramazan sofra e tyre të dallojë nga sofra e ditëve tjera me familje kur të ulet në iftar. Andaj është bën obligim edhe sadakatul fitri. Sadakatul fitri është një sadaka që jepet gjatë Ramazanit dhe jepet për Ramazanin, edhe ato që s'kan axhnu, edhe për ata jepet. Por nuk është vetëm ajo, por është e udhës, çdo musliman para se të hyjë në muajin e bekuar, të bëj një analizë apo një kontroll vetvetit, të bëj në rrethin e vet, në akreban, në familje, në fëmijë, në miqësi. Vallë, mos ka do njëri që ka nevojë të ndihmohet, unë kam mundësi me ndihmu, se thot i madhi Zot në Kur'an, thot ka njerëz që janë të nevojshëm, por nuk tregojnë. Mirë po thot njihen ata në fytyrën e tyre, të zimt se janë nevojtar. Edhe njeriu i mençur, dhe njeriu që e don vetveten, ajo mas pari humaniteti është dashuria ndaj vetvetes. Para i ndihmon vetes, para se t'i ndihmoj nevojtarit, i ka ndihmu vetvetes. Po do t'ishte mirë që çdo musliman dhe muslimane të bëjnë një kontroll, vallë mos po gjen dikon që ka nevojë për të ndihmu, edhe të ndihmohet. Kjo më shumë është prezente në muajin e Ramazanit, po jo vetëm gjatë Ramazanit, po cilësia e muslimanit është që të gajloset për të tjerët gjithmonë, se nëse dikush e ka për shembull një fqinj i cili thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot u ka ushqye ai dhe familja e vet dhe fëmijët e tij, edhe kanë rahat të pushojnë dhe të flenë, kurse në fqinj e ka një njeri që nuk e zën xhumi, nuk e merr xhumi nga varfëria, nga skamja, nga ajo që s'ka fëmijëve që u blej diçka për Ramazan, nga ajo që domethënë ka nevojë, ajo do të ishte shumë e vlefshme që të kujdesemi për njëri tjetrin. Sigurisht, dhe për të pasur dhe ato një tavolinë ashtu siç thatë. Me qenë deri diku të barabartë bere në muajin e Ramazanit. Duke qenë se do t'i parashrojmë edhe pyetjet të cilat janë më të zakonshme, ato të cilat më shpesh i bëjnë njerëzit për Ramazanin dhe për agjërimin, sepse kërkojnë mbase një përgjigje për të kuptuar më thellë edhe Ramazanin, sepse ky ishte edhe qëllimi i emisionit sot. Është edhe një pyetje që shpesh bëhet, sepse ndodh që gjatë gjithë ditës ne qëndrojmë pa bukë, po që në iftar nuk dim sa ushqim bëjmë, dhe ka shumë ushqime që më pas edhe hidhen. Dhe në një farë mënyrë e humb kuptimin agjërimi kur iftari bëhet një garë luksi, le të themi. Çdo gjë që bëhet tepër, del nga mesatarja, nuk është e dashur të Zotit. Madje që në lutjen e ushqimit në gjithmonë e dinë edhe muslimanët, ku Zoti thot kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini, mos e teproni. Mos e teproni, thot, në të ushqier, a kumbet që të hudhet. A për fat të keq,
Në për iftaret tona që bëhen me bojllëk, ajo është një mirë, edhe është bën një zakon, po për fat të keq bëhet aq harxhime, sa që edhe në për restorane, edhe në për familje, edhe pse tashmë iftaret kanë kalu në për restorane, a bereqeti është në shtëpi, këta themi, bereqeti iftareve është në shtëpi, aq sa ka mundësi. Mirë po, e të shkohe ka bot vetën, mirë po, ishte fjala ju shumë me vend që hudhen shumë ushqime. Edhe në ato që hudhet, Zoti nuk ka shiknaqur. Dhe ka gjasa që një pjesë e shpërblimit të agjerimit të hiqet për shkak të anulohet për shkak të asaj që nuk i përmbahemi rregullave. Edhe gjatë ushqimit ne kemi rregull. Me çato që hudhet, ndoshta kishim mujt me ushqe shumë njerëz të nevojshëm që se kanë çatë që hudhim ne, ato nuk e kanë në sofër. Ajo është haku i tyre. Andaj duhet patur kujdes se në Islam ka një gjë, i thonë mesatare. Mesatarja është e dashur të Zotit. Në çdo punë është mesatarja. Madje që edhe në adhurim është mesatarja, nuk bën me tepru. Se njëri ka thonë i dërguar, për sa ditë unë mund duhet ta lexoj Kur'anin, i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thonë, prej 7 ditë andej. Jo, 7 ditë ka thonë, shumë janë për mua. Unë për 3 ditë e lexoj. Ka thonë, nuk është çaqe pëlqyeshme. E ka filluar për çdo 3 ditë të bëj një hatme, po të është angazhu, i ka ndalë, po nuk ka lodhë, ka thonë, sa në për e bojë për 3 ditë, ka thonë pejgamberi, pa të thash unë se shumë është, do me thonë, me tepru, teprica, kur askund nuk është e lavdruar. Prandaj me mbajt mesataren, sidomos kur jemi te iftaret tona, bëhen pak tepër shpenzime. E vërtet kjo, po megjithatë mund të gjinden edhe nëse janë të tepruara, mendoj që në vend që të hidhen mund të gjendet një mënyrë për të parë se ku ka nevojë edhe për të shkuar atje ku kjo do ishte jo, kjo zoti është problem, kjo e kemi thonë shumë herë, themi po nuk e bëjmë. Duhet të kemi shoqata të organizuara edhe të gjitha ato ushqime që nuk janë prekur, që duhet të hudhen, të pakohen, i kemi listën e nevojtarëve, edhe atë ushqim jo çon atine që kanë nevojë. Kjo është shumë e lehtë të bëhet, po nuk është bën hala. Inshallah bëhet. Inshallah shpresojmë, sepse ku ka vullnet mund të bëhen gjërat. Mund të ndodhë. Fatlum janë ato që do ta fillojnë, veç kjo është shumë e bukur, shumë e mirë është, pasi ai që e porosit iftarin e porosit për të gjithë të barabartë. Mirë, po njerëzit nuk ushqejnë të gjithë të barabartë. Disa më shumë, disa më pak. E që ato që më pak e lën. Ato që e lën të mos hudhet, bëhet pakete dhe ju çohet njerëzve të shtëpia. Shumë e vërtetë, dhe këtë gjë në fakt mund ta bëjnë edhe vetë restorantet, sepse restorantet e shohin ushqimin i cili mbetet aty, kështu që atë ushqim pastaj mund ta mbledhin. Ato mund ta bëjnë gati dhe ju dorëzojnë shoqatave njerëzve kështu më radh. Shumë e vërtetë. Kjo është humaniteti që nuk kushton shumë. Kjo është domethënë në vend të hudhet shkon sadaka. Po, shumë e vërtetë, sepse ajo veç më dikush e ka paguar ose dikush më veç më e ka përgatitur, kështu që pse mos të bëhet dhe të shkojë te njerëzit të cilët kanë nevojë. Hoxh, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi më pas sigurisht edhe me pyetjet më të zakonshme të cilat i bëjnë njerëzit për sa i përket agjërimit dhe Ramazanit. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer dhe sërish vazhdoj të qëndroj me Hoxh profesor doktor Zekeria Bajrami, me të cilin flasim sigurisht për thelbin e Ramazanit, sa e kuptojmë ne thelbin e Ramazanit, a është Ramazani një qetësi shpirtërore apo vetëm obligim fetar, dhe tash do të kemi edhe disa nga pyetjet të cilat unë i kam marrë, pyetjet më të zakonshme apo më të shpeshta që bëjnë njerëzit për sa i përket Ramazanit dhe agjërimit. Hoxh, do bëjmë disa pyetje në fakt që shpesh ndodh që njerëzit t'i bëjnë, mbase disa për tyre, jo disa, po shumica besoj që i din, megjithatë ka njerëz që vazhdojnë t'i bëjnë për të marrë një përgjigje nga një hoxh, sigurisht për ta marrë atë përgjigjen e duhur, po ka edhe pyetje të cilat unë i kam ndarë me qëllim, pyetjet që i bëjnë njerëzit të cilët nuk janë të besimit islam, sepse janë kurios të dinë më tepër për Ramazanin dhe për agjërimin. Një pyetje shumë e shpeshtë që bëhet është a prishet Ramazani nëse pa dashje vendojmë ndonjë ushqim në gojë, sepse shpesh e kanë këtë që u prish, nuk di çfarë ndodhi. Kjo pyetje bën pjesë të ato kur e prish se prish. Ka disa gjëra që njerëzit kujtojnë se e prish agjërimin, por nuk e prish. Dhe i përmendim edhe atë. Të ushqirit me harres nuk e prish agjërimin. Të ushqirit me harres nuk e prish nëse derisa nuk i kujtohet. Por vjen momenti që i kujtohet, atëherë duhet të ndërpret. Tash del në pyetje. E shohim njërin që është duke hëngër ushqir në Ramazan. Dikujt duhet me i thonë me agjërim je, dikujt nuk bën me i thonë.
Për shembull, një fëmijë ka qejf ta xhoron, pse ka burr, ama ka qejf ta xhoron, ka filluar me hongër. S'ka nevojë me i thonë. Ndonjë plak i lodhët, i dobët, ushqet, po kur është normal i shëndosh asë, atëherë i thonë, ke harru se je me agjerim. Më thonë, tash piqo është ai që e shef duke hongër, me harres, i tregon, ose dikujt edhe nuk i tregon. Shkurt e këput, të ushqyerit me harres nuk e prish. Atë të ushqyerit gabimisht e prish. Si është gabimisht? Për shembull, ndihet jemi ulë në iftar dhe ndëgjohen fëmijët, si thonë kandilat, ose ezani, ose te ora e ka, ose në telefon dikush e ka ezanin, edhe ja fillon Allahu Ekber, Bismillah, fillon, kur e shef, kjo e prish, po ka edhe prishje është dy llojesh. Prishje me dënim, prishje ditë për ditë, kësa i thonë. Ai prishje gabimisht këtë ditë, edhe pse ka agjëru, deri në iftar ka agjëru, më kam betë punën minuta, po me minut, para kohës, ka hongër, nuk prish punë, do ndalet, dhe ndërprese, kur ti koha dëhaj, por këtë ditë duhet me përsërit. Këtë ditë duhet me agjëru pas Ramazanit. Kjo është edhe më thonë gabimisht. Ajo ka dallim në mes asaj gabimisht, në mes asaj me harres. Se pse me harres jo, nuk e përsërit, se nuk ka qenë vetdije, dhe më thonë, ka harru. A gabimisht ka faj pëse s'ka qenë i kujdesshëm. Duhet kujdujem, më thirëzë, më ka të shumë, a është zonja, a është telefoni. Kështu pra, këtu është dallimi në mes. Te kjo pjesa në fakt dua edhe të bëj një pyetje, sepse shpesh shohim njerëz që në momentin që fillon hoxha të këndoj, direkt e prishin agjërimin. A duhet paktën të presim të mbaroj si është kjo, sepse kjo mund të ndodhë dhe gabimisht, nga që mendojnë se kam dëgjuar që thret hoxha dhe e prishin, pra e hapin le themi edhe agjërimin. Shumë mirë. Preferohet që iftari të bëhet në momentin e parë. Dhe preferohet që sifiri të vanohet deri momentin e fundit. Dikush mendon se me lon ma herët, ma mirë me lon ma herët. Jo, nuk preferohet. Me lon, me ndërprej ushqimin në momentin e fundit dhe me bon iftar në momentin e parë. E si tash ta bëjmë mes asaj që thatë ju ezani, shumë bukur. Është e mirë që kur ndëgjohet ezani, kur hinë koha, me pi ujë. Një herë ose 3 herë, ka pak me pi ujë, edhe me ndërprej, me ndëgjoh ezani. Kur të mbaron ezani, atëherë fillojmë me ushqimin. Ama disa ezani vazhdon, kiko ushqehet, edhe ajo ka një edukat, se ezani duhet ndëgjohet për cilët, bëhet dua, kështu me radhë. Por me pak ujë është mirë në momentin e parë. E pastaj me ndëgju ezanin, nëse ndëgjohet, e pas ezanit vazhdon. Kjo në fakt është edhe nga ana shëndetësore, sepse ndikon ajo që nuk duhet ta marrim me njëherë ushqimin, ne shpejt e shpejt mundohemi të hamë. Kur jemi te ushqimi, kur jemi te ana shëndetësore, prandaj preferohet hurmat, se i bjerë sheqeri njeriu gjatë agjërimit, pse janë hurmat shumë efikase, me hanë për shumë një hurm ose 3 tek, për 1 deri në 3, hurma edhe pushon pak, e pastaj fillon në ushqim. E përgatitet organizmi, sigurisht. Përgatitet pak, të mos bëj sulm në lukth ushqimi i tepërt. Ne folëm sigurisht ju e thatë që Ramazani është për te ushqimit, për te asaj që ne qëndrojmë pa bukë, po është një nga pyetjet të cilat është bërë shpesh, a prishet agjërimi me mendime të këqija, me konflikte, për gojimin, sepse ndodh shpesh në shoqërinë tonë që përgojohen njerëzit? Shumë e vend. Tham, prishja agjërimit është 2 llojesh. Njëna është që e prish, që duhet me zavendësu, njëna është kuptimi e prish, dhe më thonë, e fshin shpërblimin. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, kush nuk ndalet nga fjalët e liga dhe nga shprehjet e këqija dhe nga punët e këqija, duke qenë agjërueshëm, ai vetëm që ka mbet i uritur edhe i jetur, e kjo tash ka mbet i uritur dhe i jetur, s'ka hongër, s'ka pi. Disa komentatorë të hadithit kanë thonë, dhe më thonë, me këtë hadith thot pejgamberi vetëm ka ndëjtë unet, ama s'ka pas agjërim. Po më e vërteta është, qëllimi i pejgamberit ka qenë, s'ka shpërblim për asaj dite, vetëm e ka lë borxhin. Ka agjëru, farzin e ka çuar në vend normal,
Ama shpërblim, sa shpërblimi ma thosh, shpërblimi ma thosh i agjerimit. Zoti thot agjerusi agjeron për mu dhe unë e di me çka e shpërblej. Këtë mirësi e ka humbur njeriu që shan, përgojon, zihet me njerëzit, bën fesat, atëherë agjerimi mbetet i pa shpërblim. E vërtet sepse shpesh shohim njerëz të cilët kur dalim në rrugë gjatë shembull edhe tash nëse del në këto momente ose para se të hapet le të themi agjerimi ku njerëzit janë të agjerueshëm, pra agjerojnë, shpesh shohim nervozizëm, shohim shoferë të cilët janë të revoltuar, por që nuk duhet të jetë kjo qëllimi. Nëse nuk mund të rrish pa bukë, është më mirë mos agjerosh apo në këto. Po. Madje që i dërguari na porosit, thot nëse dikush të sulmon, të ofendon, të shan për shembull, gjatë Ramazanit, ti do t'i përgjigjesh me fjalën Allahumme inni saim, o Zot unë jam agjerueshëm. Që do të thot o Zot unë jam agjerueshëm, jo vetëm ajo që thamë më parë, jo vetëm nuk ha dhe nuk pi, por edhe nuk flas keq, edhe nuk të kthehem me fjalët tua, se unë jam agjerueshëm. Që do të thot, duhet të agjeron njeriu edhe përmes gjuhës, përmes synit, përmes veshit, përmes lëvizjeve, ajo është agjerim. Ajo vetëm me e privu veten nga ushqimi dhe pija. Shumë e vërtet, sepse mendoj që edhe Ramazani apo agjerimi na mëson shumë për durimin. Për të qëndruar të durueshëm. Pra, ne mësojmë të durojmë. Agjerimi është një ushtrim që e bën njeriu të durueshëm. Kur ai duron gjithë ditën, nuk han, nuk pin, ato taraqit, nuk ndezin cigare, ato qeret nuk pin kafe, e kështu domethënë, e ka agjerimi e ushtron e përgatit njeriu për të pas durim. E kur ka durim që nuk han, nuk pin, atë le të ketë durim edhe të mos bëjmë fjalë të këqija dhe mos tregojnë nervoz se kur kush s'ka faj pse ti agjerueshëm. Ashtu i thot dikush, o vëlla, mos t'kam faj ti pse je agjerueshëm. E atëherë nuk është në rregull ajo. Nuk duhet ta nxjerrin natin mbase ose atë nervozën që e kanë për brenda mos durimin le të themi tek të tjerët. Një pyetje tjetër e cila bëhet shpesh është a agjerojnë të gjithë nga bindja apo nga frika se do të gjykohen në botën tjetër, le të themi pas vdekjes apo. Pak e tham në fillim, e tham këtë ka dy lloje të agjeruesve. Agjerimin e kanë tamam edhe ato që agjerojnë nga tham, nga frika, nga ajo, po e udhës është agjerohet tham me dashuri për hir të Allahut, pa marr parasysh pasojat se unë nëse nuk agjeroj shkojnë në xhehenem e bëj jo. Me agjeru nga bindja, nga dashuria. Por edhe ai që agjeron me atë qëllim se si mos agjeroj do më dënoj Zoti, se agjerimin e ka tamam. E ka, okay, e ka kryer obligimin, ama nuk e ka shpërblimin e atij që agjeron për hir të Allahut. Me dashuri. Me dashuri dhe me bindje sigurisht. Janë disa pyetje të cilat unë i kam zgjedhur, kishte shumë pyetje sepse njerëzit janë shumë kurioz, sidomos ata të cilët nuk i përkasin fesë islame, janë shumë kurioz të dinë, edhe mua shpesh më ndodh sepse ka edhe fe të tjera të cilët në një farë mënyrë agjerojnë, por që agjerimi i muslimanëve është komplet tjetër. Pra ne nuk pim as ujë, asgjë dhe shpesh habiten të tjerët, po pse jo ujë? Pse, okay, mund të qëndroni pa bukë, po pse edhe ujë mos pini? Po kështë agjerimi jonë, me abstenu, në tërsi, madje që prishet agjerimi, ajo është gabimisht që tha mund të prishet gabimisht, për shembull njeriu duke marrë abdes edhe i shkon një pikë ujë në fyt. Ja prish agjerimin, që tham duhet të agjerojë një ditë në vend të asaj. E kësaj thon abstenim në tërsi nga ushqimet, nga pijet, nga këtë. Kështu Islami e shef agjerimin kështu të rregullt e shef. Domethënë as ujë, as me hongër, as me pi. Agjerimi jonë është ki, kurse agjerimet e tjerëve përpara kanë qenë ndryshe. Nuk ka popull që s'ka patur agjerim, se Allahu në Kur'an thot ju është bë obligim, ju është bë fars agjerimi, ashtu siç është bë popujve të mëparshëm. Më thon agjerim ka pat. Mirë po dallon në formën dhe në mënyrën dhe në rregullat e agjerimit, agjerimi islam është ki. Pra prej imsakut në një kohë të caktuar, prej imsakut, imsak i thon prej fund sifirit, më kur ndërprejm, e deri në mbrëmje, deri sa të vjen iftari, nuk ka me hongër, nuk ka me pi, por kështu, Islami kështu e shef. Atyne ju duket pak si e çuditshme. Pse edhe nuk pini, me pi ujë ose. Mirë po,
atyre shkurt ju thohet se ne nuk e kemi rregullu vetë këtë çështje, po e kemi të rregulluar nga dini, nga feja jon kështu e shef për të mirën tonë, se thamë edhe më parë, kjo është një lloj diete që ne nuk agjerojmë para ta, ne thamë që ne agjerojmë për Zoti të jetë i kënaqur me ne, por është një lloj diete totale, me ka krejt. Ajo është e dobishme. Pyetja, duke qenë se përmendet mbase në kohën kur marrim abdes mund të hyj pak ujë në fyt, le të themi, po edhe një pyetje tjetër që shpesh e bëjnë njerëzit e kanë dyshime, besoj ende, është a lejohet larja e dhëmbëve gjatë kohës që jemi me që agjerojmë? Thamë, prishet nëse depërton ujë, me larjen e dhëmbëve nuk depërton ujë, duhet të lahen dhëmbët. Duhet të lahen. Sepse pastërtia duhet normal, duhet të lahen dhëmbët. Madje që nuk e prish agjerimin edhe larja e trupit. Edhe larja e trupit nuk e prish agjerimin. E dikush mendon se jo, se më pastrohem qashtu... Po, se prish agjerimin ose? Duhet, do më thonë lejohet, larja e trupit me kujdes që të mos depërtoj ujë. Sigurisht. Një pyetje tjetër të cilët e bëjnë personat të cilët nuk janë, le të themi, musliman apo në islam është, a është Ramazani vetëm për muslimanët praktikues? Jo, agjerimi është një shtyllë prej shtyllave të islamit, që do në thotë dikush nuk i plotëson të gjitha, duke filluar me prej shahadetit, thuja namazi, zeqati, haxhi, këto janë. Mirë po, nëse nuk i bën të tjerat, nuk do në thot talone edhe agjerimin. Ato që ka mund të bëjë, e bën. Gabim është t'i thush dikuj, ti nuk falesh, po ma agjeron. Jo, gabim është. Nuk falet, është problem në vete, namazi që është në vete. Agjerimi është obligim në vete. Dhe kjo, njonin një herë, e kanë ndalë rrugës, duke shku rrugës, e kanë ndalë ato vjetësit, e ja kanë marrë me të holla, me ushqim, me krejt, dhe kam betë qashtu në rrugë ka qenë, edhe kur e shef ato e kanë shtru ushqimin e këtij edhe e hanë. Shef njoni veç nuk hanë. Tha, kusho qaj? Tha, është krijetari jonë. Pyti, pse nuk hanë? Tha, agjeron. Ato hajnat, krijetari hajnave agjeron. Edhe kje pytë, ti pse nuk ushqesh? A thot, unë jam me Ramazan. Ti thot agjeron? Po thot agjerim, mos u habit, thot, e kom agjerimin një derë hapur me Zotin, nuk du t'i mbilli gjithë derën. Shif çfarë? Dikush e mban derën e hapur me Zotin nëpërmes të agjerimit. Dikush e mban nëpërmes humanitetit, dikush nëpërmes namazit. Nuk është mirë me i mbill të gjitha, prandaj i ka agjëru. Edhe për një kohë të shkurt, në haç ka qenë duke shku, edhe shef njoni një ngjan si kuraj. Thot, o vlla, të kam pa dikundive? Thot, po mër edhe ty të kam pa. Kur me dal qaj? Thot, vlla, po ti? Tha, po, si u dajte ti, si u largove, unë u pendova të Zoti, edhe erdha ta kry haxhin, edhe kujt ka mundësi me ja kthy borxhin, valla kam me ja kthy. Jam pendu. Pendimi ka ardhur nëpërmes të agjerimit, që ka patur një derë hapur. E kjo është ajo gabim është e mi thonë, pasi ti nuk i bën qerët, pse agjeron? Lene të agjeron. Ajo është një derë me Zotin që e kalon hapur. Pra, sigurisht janë disa dyer që mund t'i lënë hapur. Shumë dyrë në qënë të Zoti, po një ndër ato që është e hapur është edhe agjerimi, që qënë të Zoti shumë lehtë. Sigurisht. Një pyetje tjetër e cila bëhet është, a mund të agjerojnë një jo musliman për të provuar eksperiencën? Edhe njëherë? Një person që nuk është musliman, pra i fejs tjetër, për të provuar eksperiencën, a mund të agjeroj shembull gjatë gjithë muajit të mbaj... Po, mundet të i agjeroj për të pa eksperiencën, ama nuk i llogaritet si agjerim pa besim. Mund t'jese shkas ajo që ti duket e mirë edhe ta pranoj islamin. Edhe ati nuk bën t'i thëmë jo, te nuk bën. Le t'agjeron. Ndoshta qaj agjerimi bëhet shkas që ai të udhëzohet. Për të pranuar sigurisht edhe... Për të pranuar, normal. Për shembull e shijon atë kënaqësinë e ndërprerjes së ushqimit, atë kënaqësinë e solidaritetit me muslimanët, edhe mund të jesë shkas ajo që fillon e ndjen më shumë sigurisht. Normal. Pyetje tjetër, pse ndryshon çdo vit data e Ramazanit, dhe në fakt kishte edhe një pyetje tjetër që pse një muaj dhe jo vetëm disa ditë muaji i Ramazanit. Këto janë pyetje sigurisht që i bëjnë personat të cilët nuk janë musliman, pra nuk dinë shumë në rrjedha, po që janë kurios për të ditur më tepër sigurisht. E para, përse lëviz
ne adhurimet i kemi me hanë, si pas hanës, edhe për çdo vit, viti diellor dallon nga viti hanor. Viti hanor është më i shkurt, 9 ditë, 10 ditë, është më i shkurt. Kurse viti diellor është më i gjatë. Për çdo vit, duke ja marrë ka 10 ditë, për çdo vit vjen Ramazani 10 ditë përpara. Vjen haxhi 10 ditë përpara, se viti hanor është më i shkurt se viti diellor. Tjetra pyetje ishte? Pyetja tjetër, për shembull, pyesin shpesh pse një muaj dhe jo vetëm disa ditë. Pse fiks një muaj është? Ne punët tona, adhurimet tona i bëjmë sipas Kuranit edhe Sunetit. Ne nuk i bëjmë kokë më vete. Hajde da axhonoj 7 ditë. A që ti thotë, jo, vallon 7 se i bëj da axhonoj 3 ditë. A njëri, unë 15. Nuk është kjo nes si dojmë. Po, Zoti na ka çuar neve kushtetut edhe agjerimin e ka bë fars një muaj me ajetin kuranor, ja ju helledhina amenu, kutiba aleikumos-siyam. Është bë obligim për ju agjerimi, kur thot si që ka qenë obligim për ata, thamë, vetëm thjesht si agjerime kanë pas, por jo një muaj, e jo me smengron prej syfirit e deri me dallon me dite, me të gjitha, po kjo është agjerimi jonë, agjerohet muaj Ramazanit. Muaj Ramazan, ne i thoma, Ramadan në Kur'an, muaj Ramazanit është ai në të cilin ka zbrit Kur'ani. Edhe ne e festojmë zbritjen e Kur'anit, se është madhështore. Kur'ani për neve është dhurata më e madhe, se është udhëzimi jonë, edhe nga një aspekt ne e festojmë muajin e zbritjes të Kur'anit me agjerim. A është i pranueshëm, le të themi, ato ditë të cilat ka njerëz mbase nuk munden ose nuk agjerojnë gjatë gjithë muajit, por ka disa ditë të veçuara të cilat i agjerojnë. A janë këto ditë të pranueshëm apo duhet të përmbushet i gjithë muaji sigurisht? I agjerojnë mbas mundësisë, çfarë ka mundësi, mundet, çato që i ka agjeruar, janë të pranueshme, nëse është i pamundur, domethënë është i dobët, është me barn, me ato, më ka çift agjeroje. Për shembull, është unë njoh në njëri të mund që sa vjet ai natën e Kadrit agjeron. Për natën e Kadrit nuk e le. Ditën që vjen natë e Kadrit agjeron, më shumë nuk mundet. Kur tham te pagesa, atë çfarë ditë sa ka agjeruar nuk bën pagesë fidje, sa të ketë agjeruar. Ama çato ditë që i ka agjeruar nga vullneti, se ka pasur obligim, i ka agjeruar, i pranohen normal. Sigurisht që pranohen. Sa do që t'jeni, i pranohen. Një pyetje tjetër shpesh që e bëjnë të gjithë, jo vetëm ato të cilët mbase nuk i përkasin fesë islame, po edhe vetë ne e bëjmë këtë pyetje, a është, le të themi, mëkat ose ofendim më shumë të hash ushqim para një personi i cili agjeron, për shembull dikush që nuk agjeron, han ushqim përpara dikujt që agjeron? Nuk preferohet, nuk është e bukur me hangër, ama dikush thotë, hati se mu nuk bën problem, është një jo besimtar, jo në punë, për shembull në zyrë, ai muslimani agjeron, ai tjetri nuk agjeron, po i thot më fal se unë kam kohën e ushqimit, ai thot ushqeu, nuk ka problem për mua, për ato që s'është musliman. Ama muslimani edhe i smun me kon, nuk preferohet haje para atij që agjeron. Pra nuk preferohet. Nuk preferohet të ushqehet njeriu, ndaj muslimani, nuk preferohet të hanë. Edhe i smund me kon, a mos flasim që ai ndoshta nuk është i smund, e ka obligim të agjerojë, nuk agjeron, edhe tash shitet edhe e ka cigaren, pin kafe para njerëzve që agjeron. Ajo është jo edukative. Sigurisht, është një mënyrë ofenduese nga ana njerëzore, jo vetëm base nga ana. Nuk preferohet. Sigurisht. Hoxh, besoj që kemi ardhur nga fundi, unë ju falenderoj shumë, nuk e di a keni ndonjë mesazh për këtë muaj, për të gjithë ato të cilët na ndjekin, një mesazh kryesor pikërisht për të gjithë besimtarët musliman, për të gjithë agjeruesit, mesazhi i fundit nga ju. Mesazhi i fundit del nga ajo që e tham deri tash. Që urojmë ata të cilët kanë mundësi që agjerojnë, Zoti t'ja pranon, ata që s'kan mundësi të agjerojnë, Zoti inshallah ju mundson. Por ata që të agjerojnë me dëshirë, me vullnet, me dashuri ndaj Zotit dhe ta ruajnë agjerimin, të mos e prishin, sa ashtu siç e ruajnë nga haja dhe pija, të mos e prishin edhe nga përgojimi, nga urrëtia, nga nervoza, nga të shamurit, ta ruajnë me kakret, edhe ta kenë parasysh se agjeruesi është në raport me Zotin. Agjeron për Zotin, nuk agjeron për njerëzit,
Andaj duhet të jese në kontakt me Zotin. Punët që i don Zoti duhet të bëhen, ato që nuk i don duhet të braktiset të lihen. Të shmangen dhe të braktisen krejt, sigurisht. Faleminderit shumë, faleminderit që për këtë bisedë kaq të këndshme dhe besoj edhe shumë frytdhënëse le të themi, sepse kanë marrë shumë njerëz, besoj kanë marrë edhe përgjigjen për të gjitha ato dilema që mbase i kanë pasur, kështu që unë ju falenderoj shumë dhe uroj agjërim sa më të lehtë. Kështu që faleminderit edhe një herë. Ju dhe faleminderit për ftesën, për bisedën, ishte e mrekullueshme. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit.